Kreu inspektorit të lartë të drejtësisë, Artur Metani, ngriti shqetësimin për mënyrën se si ligji rregullon punësimin e komandimin e inspektorëve pranë LLD-s në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin e Mbikëqyrjen Institucionale. Metani deklaroi se prej 5 vitesh kërkon që kjo çështje të jetë pjesë e një debati institucional me qëllim rishikimin e kuadrit ligjor që rregullon funksionimin e institucionit. Që para 5 vitesh kam kërkuar që raporti i ligjit me çështjen e punësimit apo të komandimit të inspektorëve pranë inspektorit të drejtësisë duhet të jetë minimalisht objekt debati. Ne kemi kërkuar disa objekt debati sepse padyshim ndryshimi ligjor që ne kërkuam, e kam thënë disa herë në Komision të Ligjeve kur kemi për raportimin, nuk kuptoj që ka pas një diskutim se është ndryshim sistemik, nuk është thjesht çështje ulje kriter për magjistratët që do komandoheshin apo do aplikonin për të qenë inspektor pranë zyrës së inspektorit të drejtësisë, por gjithsesi është një shqetësim që zyra e ka ose e kishte. Sipas kreut të LLD-s, diskutimi mbi këtë procedura është domosdoshëm për të garantuar qartësinë e zbatimit të ligjit e për të shmangur